Drejtori i CIA-s, John Brennan, ka vizituar këto ditë Shqipërinë. Lajmi bëhet e ditur nga Ambasada Amerikane në Tiranë. Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane është takuar me kryeministrin Edi Rama, me presidentin Bujani Shani, me ministrin e Mbrojtjes Mimi Kodeli dhe me drejtues të agjencive të inteligjencës. Në këto takime, drejtori i CIA-s ka diskutuar për disa çështje, përfshirë sigurinë rajonale, bashkëpunimin kundër terrorizmit, shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës, si dhe disa çështje të tjera. Gjithashtu, kreu i CIA-s është takuar edhe me drejtorin e policisë së shtetit Akil Çako. Drejtori i CIA-s, John Brennan, ka vlerësuar dhe ka përgëzuar bashkëpunimin e shkëlqyer me policinë e shtetit, veçanërisht me drejtorinë e antiterrorit, që ka dhënë rezultate pozitive në ndjekjen e çështjeve të përbashkëta. Bashkëpunimi i policisë së shtetit me agjenci të tjera brenda dhe jashtë vendit është për të marrë shembull, theksoi Brennan, i cili siguroi për vazhdimin e mbështetjes dhe bashkëpunimit nga ana e CIA-s. Akil Çako nga ana e tij siguroi drejtorin e CIA-s se puna për rritjen e kapaciteteve në mbrojtje të sigurisë kombëtare, lufta kundër terrorizmit, krimit organizuar dhe korrupsionit janë prioritet për policinë. Në këtë takim, Çako shoqëroi nga zëvendës drejtori Rebani Jaupi dhe drejtori i antiterrorit Gledis Nano. Vizita surprizë e drejtorit të CIA-s në Shqipëri ka qenë tërësisht sekrete për mediat dhe publikun.